Ky lloj bashkëpunimi brenda llojit, ky lloj bashkëpunimi brenda llojit jashtë kufive, sa të rëndësishme janë për të ngritur çështjen e luginës në instanca ndërkombëtare, sepse lobimi juaj kohët e fundit ka qenë shumë i fuqishëm deri në Kongresin Amerikan, pikërisht për këto të drejta që duket se janë të shkelura në mënyrë flagrante dhe të vazhdueshme në përshef. Deri ku jemi me këtë sensibilizim? Me sensibilizimin nuk është e lehtë për të deportuar, sidomos më vështirë kemi pas të deportojmë në Evropë se sa në Amerikë. Fatmirësisht, lobi shqiptar amerikan, sidomos në krye me Gjolla Shirley Diogartin, kanë lënë një imazh, kanë një autoritet, kanë lënë përshtypje shumë mira tek amerikanët, por në tërësi shqiptarët në Amerikë janë më të integruar dhe e kemi pas më të lehtë të deportojmë. Më lehtë e kemi pas të deportojmë në Senat, në Kongres, në State Departament, se sa të deportojmë në Evropë. Nuk po them që shqiptarët në Evropë nuk kanë lënë përshtypje të mira, se fatmirësisht kanë arritur gjenerata të reja dhe janë të integruara në shoqëri, por Evropa, për arsye gjeostrategjike, ka ledhatuar shumë Serbinë dhe po ledhaton ende. Është edhe në kontekst historik, jo? Në kontekst historik dhe për këtë... Gjithmonë ka ndodhur kjo gjë. Më vështirë kemi pas lobimin në Evropë. Ne, sa i përket kësaj anës për të argumentuar, për të faktuar, nuk e kemi pas vështirë se të gjitha kanë qenë në favor tonë, ne me dokumente kemi shku. Dhe tani ato dokumente të cilat i kemi dorëzuar në Senat apo Kongres, Parlament, Bundestag apo në Këshillin e Evropës, e kemi një iniciativë që të gjitha ato tema, secili prej përfaqësuesve që kemi shku me punime. Ato punime tonat me fakte, me argumente, e kemi një iniciativë që duhet edhe t'i botojmë, që ajo edhe të institucionalizohet. Nuk ka qenë problemi për t'i argumentuar, sepse fakte kanë qenë në favor tonin për arsye se shkelja është bërë shumë e madhe, diskriminimi, domethënë me shifra, me dëshmi. Njëjtë po të vinë ambasadorët në luginë të Preshevës, po edhe në komunë, unë se cilit prej tyre i jap dokumentet të gjitha atyre që i flas me fakte, me argumente, të shtypur në letër ose edhe ja përcjell edhe me email, sepse ashtu është gjendja.